Një musliman duhet t'i besojë gjitha librat e shenjtë në mënyrë që besimi të jetë i kompletuar. Prej shtyllave të besimit është që me besuar librat e Allahut lartësuar, pra besimi në librat e tij. Ne si musliman besojmë se Zoti i gjithësisë ka zbritur libra. Besojmë se Allahu i lartësuar u ka zbritur profetëve të ndryshëm libra. Zoti i gjithësisë ka zbritur Teuratin, ja zbriti Musait alayhis salam. Zoti i gjithësisë ka zbritur Zeburin, ja zbriti Daudit alayhis salam. Zoti i gjithësisë ka zbritur Injilin, ja zbriti atë Isait alayhis salam. Zoti i gjithësisë ka zbritur Kur'anin, ja zbriti atë Muhammedit alayhis salam. Libri i fundit hyjnor që ka zbrit është Kur'ani. Ne si musliman besojmë pra se Zoti i gjithësisë ka zbritur libra her pas here. Por librat para Kur'anit njerëzit i kanë ndryshuar, kanë shtuar dhe kanë fshirë në to. Ndërsa Kur'ani është i vetmi libër hyjnor, për cilin është zotuar Allahu i lartësuar, që do ta ruaj dhe do ta mbrojë atë. Ne kemi zbritur Kur'anin, thot Zoti i gjithësisë, dhe ne do ta ruajmë atë. Dhe Kur'ani është origjinal, siç ka zbrit prej të Madhit Zot, nuk ka në të kontradikta. Nuk guxon njeri të bëjë në të ndryshime. Ndryshe pra nga librat e tjerë para Kur'anit, Kur'ani në momentin që ka zbrit është memorizuar dhe është shkruar. Ndryshe pra nga librat para Kur'anit, të cilat njerëzit kanë shtuar, kanë paksuar, Kur'ani është origjinal siç ka zbrit prej të Madhit Zot, ama ne si musliman besojmë se Zoti i gjithësisë ka zbritur libra hyjnor dhe besojmë se origjina e atyre librave është prej të Madhit Zot, por ndryshe nga Kur'ani ato libra njerëzit i kanë ndryshuar, ndërsa Kur'ani vetë Zoti i gjithësisë është zotuar që do ta ruajë atë dhe është ashtu siç ka zbritur prej Zotit të gjithësisë.